Federata Shqiptare e Futbollit është gjobitur me 2.250 franga për hedhjen e sendeve nga disa tifozë në ndeshjen me Anglinë. Ky takim u mbyll me fitoren 0-2 të miqve në Air Albania, ndërsa përfunduan dhe ndeshjet e grupit K për kualifikueset e Botrorit 2026. Pavarësisht të gjobës simbolike, FSHF ka publikuar një reagim. Çdo episod i izoluar cënon përpjekjen tonë të përbashkët për t'u renditur mes më të mirëve, jo vetëm në fushë, por edhe në shkallët e stadiumeve, shkruhet ndër të tjera. Ja reagimi i plot i FSHF-s. FSHF njofton se Komisioni Disiplinor i FIFA-s ka vendosur një gjobë prej 2.250 frangash zvicerane në lidhje me ndeshjen Shqipëri-Angli si pasojë e hedhjes së sendeve nga disa tifozë, edhe pse kjo gjobë është më e vogël në krahasim me sanksionet e rënda të disa ndeshjeve të mëparshme, ajo mbetet një penalizim për federatën, për tifozët, për lojtarët dhe për gjithçka që përfaqëson futbolli ynë. Objektivi ynë është i qartë: stadiume pas një shkelje apo incident, një standard i domosdoshëm për të shmangur dëmtimet dhe për të qenë mes tifozërive më të respektuara. Sjellja korrekte në stadiume duhet të jetë e pandryshueshme si në ndeshjet brenda vendit, ashtu edhe jashtë. Çdo episod i izoluar cënon përpjekjen tonë të përbashkët për t'u renditur mes më të mirëve, jo vetëm në fushë, por edhe në shkallët e stadiumeve. Përkushtimi i tifozëve tanë në ndeshjet e fundit është shfaqur qartë. Mbështetja, energjia pozitive dhe atmosfera në Air Albania ka reflektuar një sjellje më të matur dhe në përputhje me standardet europiane të fair play-t. Publiku ka treguar një rritje të dukshme në disiplinë, ndërsa episodet problematike janë paksuar në mënyrë të ndjeshme. Megjithëse situata është përmirësuar, renditja aktuale e Shqipërisë në vendin e 50 të klasifikimit të fair play të UEFA-s tregon se ka ende hapësirë për progres. Ndeshjet e fundit kanë treguar se tifozëria shqiptare zotëron pjekurinë dhe nivelin e kërkuar për të krijuar një atmosferë të rregullt dhe moderne. Këto sjellje pasqyrojnë qartë se publiku ynë meriton një pozicion më të lartë, duke reflektuar një potencial real të dukshëm dhe të padiskutueshëm. FSHF beson se tifozëria shqiptare ka mundësi të renditet shumë më lart në një nivel që i përshtatet vlerave dhe mbështetjes që i jep ekipit. Çdo ndeshje është një mundësi për të shprehur jo vetëm pasionin, por edhe përgjegjësinë që ndaron lojtarët dhe vendin. Me sjellje të kujdesshme dhe mbështetje të qëndrueshme, tifozëria kuqezi mund të shndrohet në shembull të disiplinës dhe kulturës sportive, duke forcuar imazhin e futbollit shqiptar në çdo stadium ku luan kombëtarja.